Hello nga Malta. Mirë se në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog dhe kalon dhe Denisi. Unë kam ardhur që të enjten apo jo zemër. Sot është e diel që i bie janë bërë paka shumë 4 ditë, dita e 4 sot. Dhe para vendosa që të mos xhiroj, ose më sakt nisa të xhiroj, po thash e di qa më mirë po i shijoj këtë ditë me burrin tim. Edhe sot për shembull që jam më motivuar edhe më e lumtur, thash ok do hap kamerën edhe do të xhiroj. Çfarë kemi bërë neve këtë ditë? Ne këtë ditë s'kemi bërë ndonjë gjë të madhe, me thënë drejtën, Denisi ka qenë dje në punë, kështu që unë kam qenë vetëm në shtëpi. Kemi shkuar në supermarket, kemi bler ushqime, kam gatuar, kam xhiruar për në Instagram dhe për në TikTok, kështu që nëse dëshironi të më ndiqni atje për të parë edhe recën time të gatimit që bëra dje. Pardje nuk e xhirova, nejse domethënë kështu gjërash, jemi marrë vërdall me punët e shtëpisë, jo ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Po, bleu Denisi telefonin e të ri, pasi njerëz kur ju themi ishte bërë cop, i ishte bërë cop as telefoni vet. Dhe thjesht tha do shkoj të blej një telefon, edhe shkuam, u interesuam, gjeti një që i pëlqen, ndërkohë që unë ende po pres më vi 17 Pro Maxi im me 1 terabajt, që do interesojmë sot, besoj. Përsit është Pro, jo Pro Max. Është përsitur Pro. Po mirë, vetëm 2 vita tani, se kam ngel kështu, që në 10 orë, imagjinojeni. Ndërkohë që sot jemi bërë gati, unë kam veshur një fustan dhe kam një ide për foto. Denisi është veshur. Ne nuk jemi ai çifti Ballkanas, okay, që njëra vishet me fustan dhe tjetri vishet me kostum sportiv. Pastaj Denisi është veshur me këmishë, me pantallona. Është bërë, nuk e di domethënë, nuk e di. Çfarë çoni jeti? Po kush flet ty me dal ashtu? Dhe kështu. Tani, po veshim shapkat, ose unë do dalim shapkat sot. Po vishemi dhe po dalim direkt flokët. Nuk e di. Masha që kam bler në treg nuk ka të krahasuar. 8.000 lekë, imagjinojeni. Ikim. Ti vesh këta apo Adidasit të në prish? Adidasit, po ato mos i mbajma. By the way, mbrëm në orën 1 të natës kam bërë thonjë të këmbëve. Neve zbritëm poshtu afër të mjem. Edhe u qastërish lartë sepse më duk pak ftohtë. Këta nuk e kanë pastruar këtë, do ta pastroj unë, besoj se nuk e shikoj dot këtë xhamin kështu. Sa po erdhëm në Siema, koha është goxha e mirë, por nuk e di sepse më duket që ka një stres vërejtësire. Nuk vjen të dielli 100%. Gjithsesi ne dëshojmë të The Pointi për të parë ndonjë gjë, unë do të blej një parfum. Edhe Denisi që do të shtë ndrosh, jo do të ndrosh, dhe vendosësh në xham mbrojtës telefonit, se shpesh i bie telefoni, do mos të puna. Edhe unë kam në mendje një foto që do ta bëj edhe të ta gjejmë se ku do ta bëj. Ideja e Denisit është kjo pjesa këtu, po të shohim pak se si do duken edhe se si do na dalin fotot. Do hidhem! Mika qar foto, sinqerisht. Po thoja, vetëm se u lagën këmbët se mirë t'i dikë deri. Po, s'ka problem, jemi super okay. Tani nivelin e kortizolit e ullën duke qëndruar pak në 8. Po tani ta ujnë akoma më shumë duke bërë disa vlerje që na duhen. Apo ja Denis, mua më ullën kortizoli kur blikë të ngrihet. Kemi ardhur te Kiabi dhe unë po shikoj një 2 gjëra. Do të them t-shirt e gjëra kështu, jo në një gjë wow. Mbaruam, edhe po presim të na vi taksia për na marrë, edhe Denisi sa del në diell, o njerëz, ju betohem në minutën e parë që del në diell. Të shtinë. Regjim dhe diellit. Kjo ishte provë dhe përgjigje për atë që tha.
Dhe ja ku jemi në shtëpi. Do të tregoj se çfarë morëm. Në fakt kemi marrë shumë pak gjëra. Denisi nuk mori asgjë për veten e vet. Mora vetëm unë. Edhe supermarket. Shkuam prapë se na duheshin disa gjëra të vogla. Denisi ja vuri syrin një palë syzeve që në fakt ishin shumë të bukura, po nuk i përdor ky burrim, edhe rri dhe mendohet a ti marr apo jo. Po ti marr do i lë aty edhe nuk i mori prap. Gjesi. Një shoqja jon, shoqja ime më sakt, është Shtatzan, edhe i mora një dhuratë të voçkël, disa badi se akoma nuk e dim gjinin, kështu që i mora badi edhe këto çorapet e vogla që janë me mamin edhe me babin, shumë të bukura. Tek jabi tjetër mora edhe një t-shirt për veten time, i cili ishte 5 euro, as dhe një gjë. Edhe sikur në shtëpi ta vesh këtë për video, për vlog, është shumë e bukur, edhe materiali duket i mirë, pa mbuk kështu. Tjetër për vete çfarë mora? O zot, flokët e mi si arush. Parfum, këtë parfum ma bleu Denisi, sepse kam vetëm atë të dimrit, edhe këto të verës më kishin mbaruar të gjithë, dhe sigurisht që unë kthehem vazhdimisht tek Trusardi, tek Pink Marina. Është shumë aromë e mirë, shumë aromë. Nuk është shumë e ëmbël, po është e ëmbël. Nuk e di se si t'ja u shpjegoj. S'po hapën dot. Merrier, smun e shë gëbadë. Që ka shumë e vogël. Është 30 ml. Është mjaftueshëm për verë, sepse kam edhe atë të Diorit. E dashuroj këtë aromën. Mbajni shënim dhe do më besoni kur ta merrni si aromë. Tek convenience store, dhe jo vetëm, kemi marrë shumë pak gjëra, më shumë shkuam për bukë, po përfunduam duke marrë edhe budalliqe të tjera. Kastrave se do bëjmë tarator. Hudhër se do bëjmë tarator, po hudhrat tu shiten vetëm kështu. Morëm këtë. Ketchup, bravo. Pana, 2 pako, sepse duam të bëjmë spaghetti, ose më saktë linguini me fruta deti, po nesër besoj do i bëjmë ato. Oreo, sepse ma haj mua. Fara, sepse kemi nisur një serial që unë arrita në sezonin e 2 dje, nërkohë që Denisi është akoma te sezoni i parë, episodi i 2, është shumë i bukur. Kishte shumë kohë që më kishte dalë në TikTok, në For You page, edhe kur pash që Denisi ishte abonuar tek Disney Plus edhe Hulu, thash, okay, do ta shikoj patjetër. Kemi marrë bukë, edhe kos, edhe vaj. Ka që gjëra kemi marrë, se jam në një pozicioni shumë të favorshëm për t'ju treguar me detaje. Tani do të ham drekën. Nuk u vënuam dhaj shumë në fakt, sa që unë e kisha menduar, por realisht e kisha shumë të nevojshme atë dalin e det, edhe kam bërë disa foto yll që mi ka bërë Denisi, kështu që do të më bëni follow patjetër në Instagram, Albana Vispo Shahinas. E tani do të bëjmë pak drekën të ham, edhe nuk e di, do hapim sërish atë serialin se e kam lënë për gjysmë edhe dua të shikoj se çfarë ndodh, se si vazhdon, patjetër, për ndryshe i ka. So basically, ne hëngrëm drek, fjetëm gjumë, pam disa episode të filmit të serialit më saktë që unë ju thash, dhe tani kemi porositur pizza për darkë. Dhe po shohim Real Madrid Barcelona me Denisin si Nacho edhe unë, edhe me shpresë që të fitoj Real Madridi. Nëse një ditë unë dhe Denisi të divertojmë, kjo do jetë arsyeja. Duhet ta pranoj, bëri gol shumë bukur. Po tani do vi goli i Realit. Tani. Harova është Cristiano Ronaldo. Hello nga dita tjetër. Jemi bërë gati, jemi veshur, kemi dalë, jemi në taksi dhe po ikim në Bugjipa, sepse
Aty tashmë jeton Anisa dhe Ergin, edhe normalisht që do të takojmë, edhe pse oraret nuk na përshtaten shumë, domethënë punës së Ergit, Anisës dhe Denisit, se unë jam në rregull. Megjithatë, sot u sistemuam edhe po ikim që t'i takojmë. Ne ishim tek një lokal edhe nga që ishte super shumë vap, pasi që duram një orë e ca të mira, ecëm nëpër vap edhe nëpër lagjet e Buxhibës, gjetëm një vend tjetër që ka super freskët, edhe ka një pamje super të bukur, po ja u tregoj tani, edhe kaq nuk po bëjmë asnjë gjë interesante. Përveç sa po rrim me njëri tjetrin. Ne i mbaruam kafet edhe po rrim edhe pak këtu sepse po presim që na vi autobusi, do ikim autobus. Edhe kjo koha është perfekte për mendimin tim, se nuk është as ftohtë, as ngrohtë, është diçka e mesme. Nuk di se çfarë të veshësh, por që është shumë mirë, se as nuk digjesh, as nuk ke ftohtë, nuk e di sa shpjegoj. Nëse çan erdhi autobusi? Okej, po çojmë tani se na erdhi autobusi. E kam shijuar këtë ditën e sotme shumë. Erdhëm pas shumë orësh. Kemi marrë fare se do shohim film sigurisht. Sigurisht, sot do shkojmë në pa film. Moj lule ti, ku mbete nuk e di. Dhe ashtu me energji nisëm, po pa energji vazhdojmë. Denisi është në punë sot, ndërsa unë po iki. Sa e lava këtë? Do e la një ditë. Sot besoj, po sa pis që duket. Do iki, ku do iki? Unë do iki sepse do të gjej një krem për babin, edhe sa më po dalim po pim një kafe dhe pastaj secili shkon në drejtime të ndryshme. Unë në Gëzira, Denisi në Valeta. Arroja se tregoj që kam veshur këpucë tradicionale indiane. Mi ka pasjell për Jaku para 2 vitesh, edhe këtë vit unë nuk kujtova që t'i vesh. Janë cute. Denisi po vendos xham mbrojtës. Më në fund arrita të gjej kremrat për babin, të cilat janë aziatike dhe besoj se do ta ndihmojnë për dhimbjet që ka. Erdha në market për të marrë mozzarella dhe ndonjë gjë që më duhet për çfarë do gatuaj sot në darkë. Erdha nga marketi edhe do të them që nuk është se kisha shumë të nevojshme për të marrë këto gjërat që unë shkova për t'i marrë. Domethënë nuk është se ishin një domosdoshmëri. Se mund të gatuaj diçka tjetër me gjërat që kisha. Por thash, okay, kishim një gotë të mbushur me qindarka. Prisni. Këtë gotën këtu. Okej, këto janë ato çfarë të pruan nga lekët që më kisha marrë me vete. Dhe thoja, gjithmonë sa herë që vija, do të shkoj te marketi, do t'i çoj, sepse Denisi përdor më shumë kesh, ka përdorur gjithmonë më shumë kesh se sa kart. Ndërkohë që unë kur isha këtu vetëm kart përdorja, nuk është se përdorja kesh fare. Mund të kisha 20 euro kesh, asgjë më tepër. Dhe më përpara unë i merja dhe i ktheja tek puna, domethënë çoja qindarkat te puna, edhe i merja në lek letër. Tani që unë nuk jam më këtu edhe nuk i dërgon njëri atje, sa herë që vija, shikoja që në markete kishin ndryshuar këtë gjë dhe kishin futur një makineri ku ti mund paguash kesh dhe paguan dhe me qindarka. Edhe i thoya Denisit, këto që nga janari që kam ardhur rregullisht çdo muaj, i thoja, këtë herë do shkoj. Edhe sot u kujtova i pash lekët aty, thash, unë nuk shkova dhe du ta shfrytëzoja ditën e parafundit se nesër iki për t'i kthyer. Edhe prandaj them që nuk është se i kisha shumë të domosdoshme për t'i blerë gjërat, madje kur isha atje po rria po thoja, ç't marr. Detergjentat i kemi të gjithë. Për tualetin, për çdo gjë, kolinoz, çdo gjë e kishim. Edhe mora këto. Një qumësh të vogël sepse dua të bëj një frappe, edhe mua më pëlqen shumë frappeja, Nescafe, nuk e di se si ju e quani. Edhe unë e bëj shumë të mirë dhe bëjmë më shumë qumësh se sa kafe. Edhe thash, po e marr një qumësh, ta kemi gjithsesi edhe nesër në mëngjes, një gotë qumësh e pinë.
Kam marrë pana, sepse kam parë një ëmbëlsirë me limon, edhe Denisi e pëlqen shumë limonin, dhe thash pse mos ja bëj, edhe kam marrë 2 të tilla. Do ja bëj sot, sepse duhet të rri në frigorifer për disa orë, kështu që deri kur të vi Denisi nga puna, e kemi kryer si gjë. Kam marrë mozzarella, sepse do të bëj një sallat me spinach, me baby spinach. Jo, thash edhe në Shqipëri që që t'ja bëja babit, po nuk gjeta spinach, edhe me qenë se këtu është shumë i lirë, unë jam super sugjeroj, është vetëm €1.60, edhe mund të shkoj €5 gjithsej e gjithë sallata. Po them se nuk shkon, po që hajde zëm se shkoj. Kishte, nuk e di sa ditë Denisi, që sa herë që ne shkojmë në market, thoshte, do marrim akullore, atë hajt akullore. Tani unë hiç mendja që kur dikush të pyet atë hajt, do të thënë që i hajt atij personit. Edhe sot unë vendosa që t'i marr. Kaq mora, nuk mora asgjë tjetër dhe këto shkuan €13 edhe ishin të gjitha qindarka, 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent dhe 50 cent. Kështu që kemi bërë një punë të mirë sepse kemi hiqur goxha qindarka. Tani, unë nuk e di se kur do vim këtu në Maltë, sepse tani fillon sezoni tek sharmi, edhe normalisht duhet të jem më shumë në dyqan se sa të lëviz. Edhe po ja u tregoj tani juve sa është mbushur, edhe kur të vim në shtator ndoshta, ose nuk e dihet, edhe mund të vi dhe në korrik, nuk i dihet, po unë me mendjen time mendoj që këto 3 muajt nuk do lëviz. Shikoni sa është mbushur kaq që kur të vi herës tjetër da shikoni se sa i përdor Denisi qindarkat, do ketë vajtur këtu, mendoj, deri këtu. Kështu që ja ku jeni prezent këtu që po ja u tregoj. Tani unë do të ndërrohem pak, do të lë telefonin në karikim, sepse dua të gatuajmë bashkë sot, do mos atë ëmbëlsirën, me qenë se ditët e para unë kam gatuar, po i kam xhiruar për në TikTok, thash këtë herë do të xhiroj për në YouTube. Okej, pjesën e sallatës me spinaq jo, sepse e keni në një nga vlogjet e mia, por çfarë do bëj tjetër për darkë? Kam hequr filetën e pulës nga ngrirja, kështu që do bëjmë një makaron. Do bëjmë makarona me filetë pule. Sërish një ide e Denisit, po të shohim se çfarë do ndrisim. Çfarë do ndrisim? Njerëz, e dini çfarë? Denisi erdhi më herët edhe po gatuajmë bashkë pasta dhe po i bëjmë me filetë pule. Kështu që kemi grir. Grir thuhet? Kemi prerë filetën e pulës në copa të vogla, po i hedhim vaj ulliri. Shumë pa nga që do bëjmë me gjelp. Po? Apo i hodha vaj? U i hodha vaj unë. Cilin? Ups, atë. Hiqa. Ta heq? Okej, na fal. E kthiem edhe një herë, domethënë sepse Denisi do të jetë shumë preciz me atë që ka parë në TikTok, edhe kemi hedhur gjalpin me krip sigurisht. Mix, edhe gati. Edhe uji po valon. Ups, sorry, nuk shikoni që tani, po hedhim linguinit. Tani është momenti i salsës. Kemi hedhur prap pak gjalp. Po do shtojmë tani zemër? Pudër dhe domate. Ok, mund ta hedhësh sa vërtet. Pudër. Ndërkohë edhe pastat kanë zier. I hodhëm edhe panën, tani do t'i hedhim edhe djath. Në fakt duhej parmigiano ose kaçkavall, por ne nuk kemi dhe po ja hedhim kështu djath guda. Dhe ky është përfundimi. Tani do t'i provojmë direkt dhe do t'i japim mendimin ton nëse ja vlen kjo recetë e TikTokut apo jo. Ky është përfundimi, besoj e kuptoni që na kanë pëlqyer. Ndërkohë një ëmbëlsirë që kam bërë unë. Më zëshën. Ka dalë mirë? E dje që do të pëlqente sepse ti mbaron për limonin, edhe unë prandaj e bëra. E pash TikTok, by the way. Edhe kam timen. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know. Hello, je nga dita ime e fundit këtu në Malta. Unë bëra një dush, bëra dhe një qik flokët me onde, nuk është si kam bëra ishë mirë, po i bëra sa për t'i pasur pak të rregullta. Denisi ishte në punë, erdhi nga puna, unë e kam fluturimi nga ora 3:30, 3:30 apo 4:30? 3:30, edhe tani thjesht shkoni pak. Ne ju e bëm prap sallat
Para se t'iki unë, për mbyllje, një sallatë me spinaq. Erdhi taksia. Taksit këtu në Malta. Taksit këtu në Malta janë yll. Gjithmonë furnizimet për lapsin e vetullave i bëj këtu, edhe numër 4 warm deep brown, kjo është në qëra ime. Edhe rimelin e marrë gjithmonë këtu në Lancome, edhe duke qenë se më ka mbaruar, nuk po shoh si ai që unë kam marrë. Edhe nuk e di tani ç'do bëj. Në më duhet patjetër një i ri. Sa pjesë që nga këtu më kanë truri, po si kjo këtu e përdor. Si ajo si kjo këtu. Edhe si kjo panorama e kam provuar, por nuk është se më ka pëlqyer dhe aq. Por një nga këto do marrë sepse si ajo nuk ishte. Unë do shkoj këtë, duket më interesante ky furça. Mirëmëngjesi nga Tirana. Jemi në Tiranë. Ju e tashmë e dini sepse unë dje filmova pak edhe në aeroport kur po blija disa gjëra në duty free, edhe kur zbrita nga avioni, mirë po nuk xhirova më sepse isha ekstrem e lodhur, edhe thash, ok, po e bëjmë mbylljen sot. Tani, unë e hapa jo vetëm për t'ju thënë këtë, por edhe për t'i treguar një produkt që unë mora. Po e mbani mend tek duty free që ndodhi disa sekonda më përpara. Po shikoja për lapsin e vetullave, të cilën unë marr gjithmonë benefit, numrin 4, e të tjerë, të tjerë, të tjerë. Doja të mirë një rimel të ri, një maskara të re. Dhe doja, domethënë, unë kam 2 maskara. Është një panorama e L'Orealit edhe një e Lancomeit. Ato të Lancome unë e kam marrë të vogël, nuk e mbaj mend mirë se ku, në çfarë vendi, po besoj në për aeroport do ta ke marrë dhe nuk gjeta, kishte vetëm një të madhe dhe ai ishte tester, nuk kishte tjetër, nuk shisnin domethënë, ose kishte mbaruar ose nuk e di se çfarë. Panoramën nuk doja ta rimerja, sepse nuk më pëlqeu edhe aq sa e kanë bërë, por duke qenë se unë kisha bler, shumë është 18.000 lekë, thash, do ta përdor, kështu që tani nga që e kam përdorur për një kohë shumë të gjatë, bë gati viti, dhe ato të Lancomeit unë kam lënë në Malta që mos marr çdo gjë me vete kur shkoj atje. Mora një të re që është kjo e L'Orealit, por nuk është panorama, nuk e di se si e ka. Paradise Big Deal. Po jo them që ky është me të vërtet big deal. E shikoni? Sinqerisht, se në kamera nuk di se si do ta mbaj anën, por qerpikët e mi nuk kanë qenë ndonjëherë kaq lart vetëm nga një maskara. Pra, nuk kanë qenë ndonjëherë kaq lart vetëm me këtë dhe unë pa përdorur eyelash curler. Kështu që goca, nëse doni të ndroni maskarën, shikojeni këtë, merrni, ishte 18 euro, 10 out of 10. Do ta shikoj pak nëse do më bjeri poshtë, por deri tani, do më thënë mënyra se si ka, nuk e di. Unë me qërpik kaq të gjatë? Nuk e di. Po e shikoni vetë. Gjithsesi, po e mbyll këtë vlog. Nuk besoj se sot do hap një tjetër, kam pak punë, duhet të shkoj në treg të blej disa çanta. Pasi më kanë mbaruar ato çantat që unë dërgoj paketimet e shamijave, domethënë jo kutinë e paketimeve, po një çantë tjetër për sipër. Dhe thash ti marr sot dhe ta mbyll si punë. Kam marr edhe çelcat, edhe duhet të ikem njëherë në punë sepse realisht jam pak vonë, edhe duhet të mbyll 2 shamija që duhet të rrezoj përpara datës 15, which is tomorrow. Nice. Prandaj do t'ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky vlog, mos harroni të më suportoni me një subscribe, me koment pse jo dhe me ndonjë like. Faleminderit që më ndoqët, shihemi në videon e radhës. Puthje.